Ju ftojmë të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë, Armagedoni ekonomik që po vjen, Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij. Në transmetimin për Krishtlindjet e vitit 2011, mbretëresha Elizabeth tha Jezusi lindi në një botë plot me frikë. Engjëjt erdhën që të friksonin barinjt me shpresë në zërin e tyre, mos u druani sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin, sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar, që është Krishti Zoti. Në të njëjtin mesazh, ajo thotë: ne duhet i shohim konfliktet e sotme përmes syve të historisë, dhe kështu do të kemi shpresë për të nesërmen. Më pëlqen ajo që tha, por dua të ndryshoj vetëm një fjalë. Unë dua që të sugjeroj këtë. Ne duhet i shohim konfliktet e sotme përmes syve të profecive, dhe kështu do të kemi shpresë për të nesërmen. Historia është e rëndësishme, kjo nuk ka diskutim. Besimi i krishterë është i themeluar mbi fakte historike. Lindja, vdekja, varrimi dhe ringjallja e Jezus Krishtit, të gjitha janë histori. Histori e thellë. Por kushdo mund të shohë pas. Të vetmit që mund të shohin përpara në të ardhmen janë ata që e studiojnë fjalën e Perëndisë dhe atë që Perëndia ka thënë në shkrim. Në Bibël, ai na thotë se çfarë do të ndodhë një ditë. Dhe i njëjti Jezus që vdiq dhe u ringjall prej së vdekurish do të vijë sërish dhe do të mbretërojë në këtë botë. Dhe ai do të mbretërojë më shumë se mbretëresha Elizabeth. Mbretëresha Elizabeth ishte në fron për 70 vjet dhe 214 ditë të jashtëzakonshme. Por mbreti i Jezus do të vijë që të jetë në fron për 1000 vjet. Dhe nëse nuk e keni problem, unë kam ardhur këtu për t'ju mburrur për mbretin tim, për t'u mburrur për mbretin Jezus, sepse është mbreti im. Dhe nëse e kuptojmë rikthimin e Krishtit, mbretërimin e tij dhe atë që do të ndodhë kur ai të vijë në këtë botë, do të kemi një shpresë të madhe për të nesërmen. Kur ne shohim se çfarë po ndodh sot në Amerikë dhe në Evropë, në Rusi dhe në Kinë, e kuptojmë se historia e kohës son po ecën në një drejtim profetik. Mbase më shpejt nga sa mendojmë ne, kjo botë do të jetë nën kontrollin politik të mbretit Jezus. Nëse Jezusi do të vinte për rrëmbimin sot, vetëm 7 vjet më vonë ne do t'i shërbenim atij në mbretëri duke sunduar mbi gjithë botën. Jo vetëm në Jeruzalem, jo vetëm në Izrael, por në mbar botën. Biblia na e prezanton Jezusin jo vetëm si shpëtimtar, jo vetëm si Mesia, jo vetëm si mik, por Jezusi është mbreti ynë. Dhe në këtë çast ai është i ulur në fron, ngjitur me atin e tij në qiell, duke ndërmjetësuar për ne. Por Biblia na thot se ne e kurorëzojmë atë si mbret në zemrat tona tani, dhe një ditë ai do të jetë vërtet mbret mbi të gjithë tokën. Unë dua që t'ju tregoj pak për lavdin, madhështin, fuqin dhe autoritetin e mbretit Jezus dhe mbretërisë së tij. Ai është mbreti shpengues dhe këtë e shohim tek mënyrat se si cilësohet ai në Bibël. Kjo është drejtë nga shkrimi, prandaj më lejoni të qarkulloj përmes këtyre emrave sepse janë të gjithë interesant. Së pari, Biblia i referohet Jezusit si mbreti i judenjve. Kjo është interesante sepse në Bibël gjendet vetëm në lindjen e Jezusit dhe në vdekjen e tij. Ju kujtohet që në lindjen e Jezusit erdhën dietarët dhe thanë ne kemi ardhur të kërkojmë atë që është mbreti i judenjve. Ku është mbreti i judenjve që ka lindur? Dhe pastaj në vdekjen e tij u bë një diskutim. Kur Jezusi qëndroi përpara Ponc Pilatit, guvernatori e pyeti atë: "A je ti mbreti i judenjve?" Dhe Jezusi i tha: "Ti po thua." Atëre Pilati ju përgjigj atyre duke thënë: "A doni t'ju liroj mbretin e judenjve? Çfarë doni pra të bëjmë atë që ju e quani mbret të judenjve?" Dhe përgjigjja e tyre ishte: "Kryqëzoje." Atëre Pilati e dorëzoi Krishtin për ta kryqëzuar bashkë me një urdhër të çuditshëm për ekzekutuesit.
A ju tha, duaj që t'i bën një tabel dhe ta ngjisni në majt të kryqit dhe ja se çfarë shkruante ajo. Mbreti i judenjve. Ky ishte titulli i Zotit ton në lindjen dhe në vdekjen e tij, të shprehur nga dietarët, nga gjykatësi, nga turma, nga shenja në kryqin e tij dhe në fund edhe nga vetë Zoti. Dhe Biblia na thot gjithashtu se ai është mbreti i Izraelit. Në një mënyrë të ngjashme, Natanieli te Gjoni 1:49 thot: "Mësues, ti je biri i Perëndis, ti je mbreti i Izraelit." Dhe të dielën e palmave, kur burrat dhe gratë po kremtonin arritjen e Jezusit në Jeruzalem, ja se çfarë kënduan ata: Hosana, bekuar ai që vjen në emër të Zotit, mbreti i Izraelit. 5 ditë më vonë, ndërsa Jezusi vuante në Golgota, një nga armiqtë e tij bërtiti me sarkazëm: "Në qoftë se është mbreti i Izraelit, le të zbres tani nga kryqi dhe ne do të besojmë në të." Sipas kësaj dhe pasazheve të tjera, Jezusi është i vetmi trashëgimtar i përjetshëm për fronin e Davidit. Ai është mbreti i Izraelit. Ai është mbreti i judenjve dhe ai është mbreti i Izraelit. Dhe Biblia na thot diçka që mua më pëlqen: ai është mbreti i mbretërve. Te zbulesa kemi një panoram të bukur të kësaj. Na e përshkruan Jezusin në qiell pak përpara rikthimit të tij, dhe mbi rrobën e vet dhe mbi kofshën ishte shkruar një emër: Mbreti i mbretërve dhe Zoti i zotërve. Ne jetojmë në një botë të trazuar, zonja dhe zotrinj, të mos kemi dyshime për këtë, të mos debatojmë për këtë, e dim mirë. Por asnjë nga politikanët, drejtuesit, gënjeshtarët, mashtruesit e sotëm nuk do të ketë kurrë autoritet suprem as edhe antikrishti që po vjen. Të gjithë do të rrëzohen, të gjithë do të dështojnë, sepse vetëm Jezusi është mbreti i mbretërve dhe Zoti i zotërve. Një ditë çdo gjuhë do të përulet dhe çdo gjuhë do të rrëfejë se mbreti im është mbreti i mbretërve dhe Zoti i zotërve. Dhe pastaj, një nga gjërat që i habit njerëzit për mbretërinë, për mijëvjeçarin, epokën e ardhë që po vjen, është fakti se nuk do të jetë vetëm në lindjen e mesme, por kur Jezusi të ulet në fron në Jeruzalem, ai do të qeverisë gjithë botën. Ai do të jetë në drejtim të çdo gjëje që ndodh në planetin Tokë. Për këtë arsye, titulli i tij i katërt është mbret mbi gjithë tokën. Profeti Zakaria i shton këtë titull Zotit ton. Ai thot: Zoti do të jetë mbret mbi gjithë dheun, atë ditë do të jetë vetëm Zoti dhe vetëm emri i tij. Kur mbreti Jezus të jetë mbreti tokës, çdo gjuhë do të përulet dhe çdo gjuhë do të rrëfejë, ai do të mbretërojë mbi gjithë botën. Së fundmi, ai është mbreti i lavdis. Titulli i fundit mbretëror gjendet te Psalmi 24. Psalmi 24 na thot kështu: O ju porta, çoni kokat tuaja, dhe ju portat përjetshme hapuni krejt, dhe mbreti i lavdis do të hyjë. Kush është ky mbreti i lavdis? Është Zoti i ushtrive. Ai është mbreti i lavdis. Ky është titulli i mijëvjeçarit të Zotit ton. Ai është mbreti i judenjve, ai është mbreti i Izraelit, ai është mbret mbi mbretër, ai është mbret mbi gjithë tokën dhe ai është mbret i lavdis. Vetëm ai është vërtet madhështor. Ai është Mesia ynë. Ai është ndërmjetësuesi ynë, ai është shërbëtori i dhemshur, mësuesi i përulur dhe shpëtimtari vetmohues, por zonja dhe zotrinj, mos e harroni kurrë këtë, ai është Krishti mbret. Kjo tregon sovranitetin e tij dhe thot se ai është nën kontroll të gjithçkaje, që fjala e tij është e fundit. Asgjë nuk mund të na qetësojë më shumë se sa kur kujtojmë se ne kemi një mbret në qiell që është në kontroll. Ai urdhron, ai kontrollon dhe asgjë nuk është përtej fuqisë së tij të epërme. Kjo është arsye që ka shumë njerëz që gjejnë tek ai një spirancë të fuqishme për shpirtin e tyre. A është ai mbreti juaj? E di që ai është shpëtimtari juaj nëse jeni të krishterë. Ta kesh Jezusin si shpëtimtar është një gjë, por është tjetër gjë ta kesh atë si mbret. Kuptoni që ai nuk do të jetë thjesht një banor në jetën tuaj, ai do të jetë presidenti i jetës suaj. Dhe kur ne vendosim atë në fron, ne po i themi: Zoti Jezus, faleminderit që je shpëtimtari im. Dhe tani duaj që në këtë çast të kërkoj ty që jo vetëm ti je shpëtimtari im, por jam përpjekur të bëj shumë gjëra vetë dhe po i katranos të gjitha nëse duhet që të tregoj të vërtetën. Prandaj unë do të të vendos ty në fronin e jetës ime dhe nuk do të bëj asgjë nëse nuk e flas me ty më parë, nëse nuk e diskutoj me ty, nëse nuk e marr miratimin tënd më përpara. Mund të thoni, po kjo duhet të jetë e thjeshtë.
Por kur e bëni këtë, jeta ndryshon në mënyrë dinamike. Kur e kuptojmë se nuk jemi piloti, por jemi bashkëpiloti. Dhe kur e vendosim Jezusin aty ku ai do që të jetë, një ditë ai do të jetë mbreti botës jashtë, do të mbretërojë mbi ne nga kjo perspektivë. Por tani ai do që të jetë mbret në brendin ton, ai do të jetë mbreti ynë, ai është mbreti im. Biblia na thot gjithashtu se ai jo vetëm që është mbret tani, por një ditë ai do të jetë mbret që do të mbretërojë mbi gjithë tokën. Kur Jezusi erdhi herën e parë, ai erdhi si një mbret shpengues, dhe ai krijoi një grup njerëzish, ndjekësit e Jezusit quhemi ne, dhe ai mbretëron mbi ne dhe ne bëjmë punën e tij, vijmë në kish çdo fundjavë për të kremtuar që e duam Perëndin dhe e duam Jezusin dhe e dim se ai është mbreti. Por Biblia kryesisht është e mbushur me pasazhe që na tregojnë se çfarë do të thotë kur Jezusi të rikthehet në fund të mundimit të madh dhe të themelojë mbretërinë e tij në këtë tokë. Shumë njerëz kanë thënë se ajo që do të ndodhë është se do të kthehet mbrapsht mallkimi, sepse në pjesët e para të Biblës ne mësojmë se çfarë ndodhi kur hyri mëkati dhe mallkimi pllakosi mbi gjithë botën. Nëse Adami dhe Eva nuk do të kishin mëkatuar, ne do të jetonim në një botë ndryshme, por kjo botë po kthehet përsëri dhe në mbretëri ne do të kemi botën që do të kishim po të mos kishte pasur mëkat. Robert Strausi ishte një strateg politik i shkëlqyer i cili shërbeu nën shumë president, që nga Jimmy Carteri te George W. Bushi. Ai ka bërë një deklaratë interesante për botën në cilën jetojmë. Ai ka thënë gjithë secili në qeveri është si një grup milingonash mbi një trung që lundron nëpër lum dhe secila prej tyre mendon se po e drejton trungun, por ai po ecën me rrjedhën. A nuk është të vërtet kjo? E keni vënë re se sa rëndësi i japin vetes zyrtarët e qeverisë? Të gjithë mendojnë se drejtojnë ata, por nuk janë ata që po drejtojnë. Ata thjesht po lëvizin me rrjedhën. Kjo mund thuhet për të gjithë sundimtarët e historisë. Të gjithë kanë vdekur ose do të vdesin dhe asnjë nuk është ringjallur së vdekurish. Të gjithë kanë zotruar lajmet e kohës për një periudhë, por asnjë prej tyre nuk e ka ndarë historinë në dy pjesë siç bëri Jezusi. Sunduesit e kësaj bote zotrojnë autoritet të kufizuar për një kohë të kufizuar. Vetëm Jezusi zotron autoritet të pakufishëm për gjithë përjetësinë. Nuk do të ketë ndonjë kohë kur ai të mos jetë mbret. Por si do të jetë kur Jezusi të jetë mbret? Dua t'ju jap një përshkrim të vogël të asaj dite gjatë këtij mesazhi. Së pari, kur ai mbretëron në këtë tokë, mbretëria e tij është universale. Ai do të mbretërojë mbi një mbretëri universale. Mbretëria e Zotit ton do ta ketë qendrën në Jeruzalem dhe pastaj do të zgjerohet gjeografikisht, duke dominuar kombet e tokës. E dini, Izraeli merr shumë vëmendje sot për një komb që ka një territor prej 112 kilometrash gjerësi dhe 423 kilometrash gjatësi. Është si një pullë e vogël poste kur e sheh atë në hartë, i rrethuar nga kombe që duan ta asgjësojnë atë. Por nga ai vend, në mijëvjeçar, mbretërimi i Zotit ton do të përhapet në veri drejt Rusisë, në lindje drejt Azisë, në jug drejt Afrikës dhe në skaj të paqësorit, dhe lavdi perëndisë që do të përhapet në perëndim në Evropë dhe në të dy Amerikat, dhe i gjithë globi do të rrotullohet rreth boshtit të Jezusit. Të gjitha kombe do t'i nënshtrohen autoritetit të tij. Duhet ta mbajmë mend këtë kur lexojmë lajmet. Një ditë, e gjitha kjo çmenduri do të marrë fund dhe nuk do të na duhet të përballemi më me të. Pra mbretëria është universale. Ai është mbret mbi gjithë tokën, thot shkrimi. Pastaj mbretëria e tij është fizike. Ky mbret do të ketë një marrëdhënie të ngushtë me nënshtetasit e tij. Dhe asgjë nuk e shpreh më mirë këtë se sa mënyra si ai i shëron njerëzit e smur që hyjnë në mbretëri. Atëherë do të hapen sytë të verbërve dhe veshët e të shurdhve. Atëherë Çalamani do të kërcej si një dre dhe gjuha e Mehmetit do të bërtas nga gëzimi, sepse do të dalin ujëra në shkretë të tjerë dhe prenjë në vendin e vetmuar. Prania e mrekullueshme e Zotit do të ndryshojë çdo gjë. Sëmundjet do të shkatërrohen dhe të gjitha lëngatat që sapo i lexova në këtë varg nuk do të ekzistojnë më. I njëjti profet ka thënë kështu në një vend tjetër: do të ndërtojnë shtëpi dhe do të banojnë ato. Do të mbjellin vreshta dhe do të hanë frytin. Nuk do të ndërtojnë më që të banojnë një tjetër, nuk do të mbjellin më që të hajë një tjetër,
sepse ditët e popullit tim do të jenë si ditët e drurve dhe të zgjedhurit e mi do të gëzojnë për një kohë të gjatë veprën e duarve të tyre. Pra mbretëria do të jetë universale, do të jetë fizike dhe sigurisht do të jetë shpirtërore. Mbretëria e tij do të jetë një kohë rizgjimi shpirtëror. Satani, siç e dim, do të jetë i lidhur dhe Jezusi do të jetë në kontroll. Dhe do të shohim një rizgjim zemrash që është i paprecedent në histori. Sipas Zakarias, i gjithë kombi i Izraelit do të rikthehet te Jezusi. Zakaria 12 thot do të derdh mbi shtëpinë e Davidit dhe mbi banorët e Jeruzalemit frymën e hirit dhe të përgjërimit. Dhe ata do të vërshojnë drejtmeje drejt atij që kanë therrur. Atë ditë do të hapet një burim për shtëpinë e Davidit dhe për banorët e Jeruzalemit, për mëkatin dhe për papastërtinë. Gjatë 1000 vjeçarit, ajo që po ndodh tani do të kthehet në të kundërt. Dhe çfarë po ndodh tani? Kur fillova të predikoja vite më parë, më duhet të them se kishte një mirëkuptim dhe një vlerësim të përgjithshëm, një nderim për gjërat e Perëndisë. Edhe njerëzit që nuk ishin të krishterë i admironin disi ata që ishin. Kishte respekt për Perëndin dhe respekt për të krishterët. Sa prej jush e din që kjo nuk është më e vërtet. Në fakt, si pastor, një prej gjërave që më duhet të mendoj, por dhe të gjithë ju që jeni mësues duhet të mendoni për këtë, nuk mund t'i merrni të mirëqenia njohurit mbi Biblën dhe mbi krishtërimin ashtu siç ishte më parë. Sepse shumë njerëz kanë shkuar në kisha ku Bibla nuk është mësuar rregullisht, dhe prandaj mund të thoni diçka që mendoni se e dini të gjithë, por bëni mirë ta shpjegoni, sepse ka shumë njerëz sot që nuk e dinë dhe kjo jo se janë ignorant, nuk është faji i tyre. Por kjo është bota jonë sot. Kur Jezusi të jetë sërish në fron, njohuria e Zotit do të mbush tokën. Dhe ne mund të shkojmë dhe të flasim me këto për Jezusin sepse të gjithë e njohin. Nuk do të ketë rëndësi se ku jemi, se kush jemi, se ku kemi qenë apo se ku do të shkojmë. Do të takojmë dikë dhe do t'i themi çfarë po bën Jezusi me ty sot, sepse të gjithë do ta njohin Zotin dhe emri i tij do të jetë në gjuhën e atyre që janë në 1000 vjeçar. Çdo ditë e mrekullueshme do të jetë ajo. Mbretëria e tij do të jetë shpirtërore. Ata nuk do të mësojnë se cili të afërmin e tij dhe se cili vëllan e tij duke thënë njihni Zotin, sepse të gjithë do të më njohin, nga më i vogli e deri te më i madhi, thot Zoti, sepse unë do ta fal paudhësinë e tyre dhe nuk do ta kujtoj më mëkatin e tyre. Mbretëria e tij është universale, fizike, shpirtërore dhe është etike. Po ju them disa gjëra që nuk do të jenë në mbretëri. Nuk kam të pastre, nuk kam trazira, absolutisht nuk kam antisemitizëm, nuk kam vjedhje. Mendoni të gjitha gjërat që po ndodhin në botën tonë sot janë të reja për ne dhe nuk i kemi patur më parë. Ato gjëra nuk do të ekzistojnë. Shenjtëria e bardhë e mbretit i Jezus do t'i pastrojë ato. Dhe ne nuk do të jetojmë në një botë që është trazuar nga gjithë kjo e keqe që na bën të themi çdo natë, përse nuk bëjnë diçka për këtë? Isaia thot, i dashuri i tij do të qëndrojë në frikën nga Zoti, nuk do të gjykojë nga pamja, nuk do të i jap vendime sipas fjalëve që thuhen, por do të gjykojë të varfrit me drejtësi dhe do të marrë vendime të drejta për njerëzit e përulur të vendit. Do ta godas vendin me shufrën e gojës së tij dhe me frymën e buzëve të tij do ta bëjë të vdes të pabesin. Dhe psalmisti shton, dhe ai do të gjykojë popullin tënd me drejtësi. Ai do të sigurojë drejtësi të pikëlluarve të popullit, do të shpëtojë bijtë e nevojtarëve dhe do të dërmojë shtypsin, sepse ai do ta çlirojë nevojtarin që vërtet dhe të mjerin që nuk ka se kush ta ndihmojë, dhe gjaku i tyre do të jetë i çmuar para syve të tij. Kur mbreti Jezus të jetë në fron, kombet e botës do të mbushen me njohurinë e Zotit. Dhe së fundmi, mbretëria është e përjetshme. Dhe një ditë mbretërimi 1000 vjeçar do të mbarojë dhe Bibla thotë mbretëritë e botës u bën mbretëri të Zotit ton dhe të Krishtit të tij, mbretëritë e përjetësisë. Pra do të ketë edhe një ndryshim kur mbretërimi 1000 vjeçar të mbarojë. Ne do të kalojmë menjëherë nga 1000 vjeçari në vendin e përjetshëm qiellor me Zotin Jezus. Psalmisti thotë, Zoti është mbret për jetë. Kjo është ajo që ne mezi po e presim. Ne kemi një mbret që do të jetë mbreti përjetshëm. Ai kur nuk do të zvendësohet, nuk kemi pse të shqetësohemi për pasardhësinë e tij, sepse ai nuk ka pasardhës. Dhe ai nuk ka as paraardhës. Ai është mbreti i shenjtë.
dhe ai jeton në të tashmen e përjetshme. Dhe më dëgjoni pak, të gjitha këto gjëra të mrekullueshme që po them për të, ai është mbreti im. Mbreti i zemrës time. Ai është në fronin e jetës time. Dhe unë dua mbretin tim dhe jam shumë i nderuar që i shërbej atij dhe shpresoj që edhe ju të ndjeni kështu. S.M. Lockridge ka qenë pastor në këtë qytet për shumë vite, unë e kam njohur, ka qenë miku im. Ai ishte një orator i shkëlqyer. Kur predikonte, ai nuk predikonte, por disi e këndonte predikimin e tij, më kuptoni? Ai predikoi një mesazh me titull Mbretim dhe foli për të gjitha cilësitë e Jezusit dhe pastaj ndalonte papritur dhe thoshte dhe ai është mbreti im. Dhe shpresoj që edhe ju të keni të njëjtën ndjesi. Ky mbret që një ditë do të mbretërojë në këtë tokë është i njëjti mbret që do të mbretërojë në jetën tuaj dhe të ulet në fronin e zemrës suaj. Nuk keni pse të jetoni jetën vetëm. Ju nuk keni pse t'i bëni gjithë këto gabime dhe të vrisni mendjen pse e bëra këtë. Sepse i njëjti mbret sovran që është në fronin e Atit do të jetë edhe në fronin e jetës suaj. Tani në tokë, ai është mbret. E dini, sot në botë kanë mbetur vetëm 43 monarki, vetëm 43. Shumica prej cilave janë vetëm me natyrë ceremoniale. Sot është më e zakonshme të kesh president dhe kryeministra ose në disa zona për fat keq e dim që ka dhe diktator. Por ndërkohë që politikat dhe demokracitë tona kanë evoluar, bota është degeneruar. Dhe një organizatë ndërkombëtare nxori një raport mbi botën në vitin 2024 që thoshte 2024 do të jetë viti i votimeve dhe plumbave. Zgjedhjet e mbajtura në më shumë se 70 vende do të shërbejnë si një test force për demokracinë. Ne nuk e dim se ku do të na çojë gjitha kjo, por zonja dhe zotrinj, ekziston diçka të cilën ne mund ta parashikojmë me siguri. Një ditë fronet e botës do të zihen nga Jezus Krishti. Mbreti i judenjve, mbreti i Izraelit, mbreti i mbretërve, mbreti i gjithë botës. Mbani mend se konfliktet e sotme ne duhet i shohim përmes syve të profecive biblike dhe të gjejmë shpresën tonë për nesër. Për këtu jemi drejtuar. Gjëra do të përmirësohen, ato mund të përkeqësohen pak përpara se të bëhen mirë, kjo varet nga sa gjatë do të pret shpëtimtari. Por përpara po na pret një ardhmë madhështore dhe një pjesë e kësaj madhështie të ardhme është në zemrat tona, ajsa për të mbajtur të uritur për kohën kur të bëhet ligji i tokës. Çfarë emocioni është që të njohësh mbretin dhe ti drejtohesh atij në këtë mënyrë. Një revistë udhëtimesh kohët e fundit botoi një artikull për njerëzit që donin të vizitonin 7 fronet më të bukura të gjithë botës. 3 prej tyre janë në Indi, një tjetër është në Rusi dhe një tjetër është froni i Dragojit në Kinë. Froni i 6 është froni i Shën Eduardit në Westminster Abbey në Angli, kurse i 7 është froni i argjend në Suedi, i cili është projektuar për të treguar pastërtinë. Të gjitha këto frone mund t'i gjeni në librat e historisë, kurse fronin e argjend mund ta gjeni në Hallin e Shtetit në pallatin e Stockholmit. Por asnjëri prej këtyre të 7-ve nuk ka vërtet rëndësi. Disa përdoren për raste ceremoniale, por shumica janë që njerëzit t'i shohin, janë si kurthe për turistët. Lavdia është venitur, fuqia është zhdukur, dhe kjo të bën të mendosh se çfarë lloj froni do të ketë mbreti Jezus. Dua që ta mbyll sot duke ju treguar që froni i tij është duke u ndërtuar. Një ditë ai do të ketë një fron në Jeruzalem dhe do të jetë diçka që duhet parë. Është edhe një fron tjetër për të cilin duhet ju flas. Dhe ky është ai që ka më shumë rëndësi, është froni që Perëndia e ka vendosur në zemrat tona. Nga të gjithë titujt mbretëror të Jezus Krishtit, ai që është më personali për ju dhe për mua është kur themi Zot, ti je mbreti im, ti je mbreti im. Unë e liroj fronin e zemrës time, Zot, dhe ta jap ty. Dua që ti të sundosh dhe të mbretërosh në jetën time, nën kontrollin tim, kam bërë shumë gabime dhe jam futur në shumë telashe. Më fal që kam menduar se mund të isha monarku i vetes sime, që mund ta vendosja vet fatin tim, prandaj këtu dhe tani do të them me fjalët e një himni të vjetër, mbret të jetës sime, unë të kurorëzoj ty tani, e jotja qofte gjitha kjo lavdi. Në çastin që ne e pranojmë Jezus Krishtin si Zot, një proces kurorëzimi ndodh brenda nesh. Jezusi bëhet mbret i jetës sonë dhe ne I japim atij lavdin. Prandaj dua që t'ju nxisje ta lejoni Jezus Krishtin të jetë mbreti juaj. Mund thoni si mund të më ndryshoj kjo? Ju nuk do të shkoni të bëni gjëra të çmendura pa I diskutuar më parë.
Ju do të flisni me Zotin për gjithçka, mund të thoni ai nuk është, po është, ai është mbreti juaj. Jeni në shtetasit e tij, ai do që të di se çfarë po ndodh në jetën tuaj. Dhe ai do t'ju jap një drejtim, do t'ju çojë te pasazhet e duhura të shkrimit, te predikimi i duhur, te njeriu i duhur. Ai do t'ju tregojë rrugën. Të jeni të sigurt për këtë. Ju ose mund ta kaloni jetën e krishter vet dhe të jeni të mirë dhe të irrituar për gjithë jetën, ose mund të vendosni Jezus Krishtin si mbret në fronin e zemrës suaj dhe ta shihni atë të bëj gjërat që do që të bëj. Ai do të bëj emrin e tij të famshëm përmes ndikimit që ju i jepni atij. Shpresoj që ta bëni këtë. Dhe pastaj sigurisht, ai nuk mund të jetë mbreti juaj nëse së pari ai nuk është shpëtimtari juaj. Ju nuk mund ta vendosni Jezus Krishtin si mbret në fronin e jetës suaj, nëse së pari nuk e ftoni atë që të vijë t'ju falë për mëkatet dhe të bëheni të krishterë. Vetëm të krishterët mund ta vendosin Jezusin si mbret të jetës së tyre. Prandaj pyetja që dua t'ju bëj ndërsa e mbyllim sot, që ju a kam bërë çdo javë dhe nuk do të ndaloj së bëri, është kjo. A është Jezus Krishti jo vetëm mbreti juaj, por është dhe shpëtimtari juaj? E keni besuar atë dhe t'i keni kërkuar që t'ju falë mëkatet, të vijë dhe t'jetojë në jetën tuaj? Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse ju do doni që të filloni një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën e Perëndisë për shpëtimin, do të fillojë udhtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo te një kishë zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft ndërsa filloni ecjen tuaj me Perëndin. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në Moment Vendimtar. Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.